Avokati ish presidentit Ilir Meta Kujtim Cakrani ka reaguar është për jashtambienteve të gjykatës së posaçme GKK, aty ku do të vendoset nëse do të kaloj për gjykim dosja ndaj ish presidentit dhe të akuzuarve të tjerë. Ai deklaroi se hetimet kryesore janë mbyllur që në muaj ngusht, ndërsa prokuroria po paraqet prova të reja pa bazë faktike dhe ligjore. Sipas tyre, një kushëri i zonjës Kryemadhi ka kryer pagesa për LSI-n, por në asnjë moment nuk vërtetohet ndonjë transfer nga llogaritë bankare të partisë, u shpreh Cakrani para gazetarëve. Ai theksoi se përputhja e datave mes faturave të një kompanie private dhe LSI-s nuk mund të konsiderohet provë që implikon partinë apo zotin Meta. Avokati sqaroi se në asnjë dokument nuk gjendet firma e Ilir Metës apo ndonjë urdhër pagesë në emër të LSI-s për kompaninë GSIS. Ai njoftoi gjithashtu se ka kërkuar nga gjykata mospranimin e provave të reja dhe kthimin e dosjes për hetim me shtesë, duke theksuar se problemi nuk është me provat, por me mënyrën se si prokuroria po i paraqet ato. Duhet theksuar se javën që kaloi, SPAK dorëzoi prova të reja për Ilir Metën. Unë i kërkova gjykatës që të mos pranojë asnjë kërkesë të prokurorisë, që të pranoj prova të reja në këtë moment procedurial, por të kthej dosjen për hetime të mëtejshme dhe prokuroria të bëjë procedurën. Ne të njoftohemi dhe përsëri dosja le të vinë në gjykatë. Ne kemi mënyrën e marrjes së provave nga ana e gjykatës. Unë u largova nga procesi, se pres që të shprehet gjykata për përjashtimin e zonjës Gjoka. Unë do të vi në seancë, unë nuk mungoj. Madje edhe në tjetrën do të vi edhe kolegu im. Nuk ka shanse që Irena Gjoka të gjykojë këtë çështje. Për shumë arsye nuk mund ta gjykojë. Është në konflikt interesi. Zoti Dumani është ndër 3 prokurorët që ka firmosur kërkesën për kalimin e dosjes për gjykim. E ka thënë Dumani se ndaj zonjës Gjoka është regjistruar një procedim penal. Dhe Ulsian Çela ka thënë para kuvendit: "I kemi kryer verifikimet dhe rezulton se Gjoka ka probleme me drejtësinë në shtetin grek. Si mundet Gjoka të jap një vendim kundër Altin Dumanit? Ne kërkojmë që të zëvendësohet me një gjyqtar tjetër", tha ai.